Cako, gati euro digitale, panik në populatat e Europës, në Shqipëri së fare, sepse nga që ne jemi jashtë sistemit dhe s'kem përgjën ndonjëherë, nuk e di ato na kapi apo jo. Bëhet fjalë për vendet e BE-s, nuk e di ato janë dhe vendet që nuk janë në BE, nuk besoj, bëhet fjalë vendet për vendet ku që kanë euro. Që kanë euro, po pra. Tani mund të hajde Kosova në këtë rast. Ndoshta Kosova është ndoshta e monitoruar nga një zyrë atje që ashtu, mbase Kosova nuk preket shumë, po unë them që do preken të gjitha vendet që kanë euro. Tani Cako, para se të ja fjalën për publikun që na shef, duhet kujtojmë, Ledio ka dhe një foto të kësaj Christine Lagardit. Kjo ka mbajtur një fjalim shumë pak kohë më parë, para pak kohësh, ja ku është, Madame Lagaffe e quajnë. E quajnë me ironinë Madame Lagaffe, zonja Gaf, dhe më thënë Gaf, gabim Gaf. Madame Lagaffe, që është kryetare, është bosja e shefja e BQE-s, Bankës Qendrore Europiane. Dhe çka ka thënë ajo, po të jam momentin kyç. Afati për ne është tetori vitit... Duhet shkëputur kjo BQ dhe e pasaj. Afati thot Cako, afati për ne thot Lagarda, është tetori vitit 2025. Tani, në tetor. Dhe për përgatitjen për të afatot. Por nuk do mund të lëvizim për para këtij afati, thot, nëse Komisioni, Këshilli dhe Parlamenti Evropian nuk e përfundojnë procesin legjislativ. Pa të cilin nuk do kemi mundësi të ecim më tej. Pra është duke lobuar fort BQE-ja, Banka Qendrore Europiane, që ta bëjë euron digjitale. BQTS, do më thënë. Po, BQTS. Tani, euro digitale është gati për fazën finale, por vendimi nuk është në dorën e BQE-s, si shtam, topi tani është e politika e Bashkimit Evropian. Afati, tetori 2025, është data vendimtare për zbatim. Tani Cako, nëse ndodh kjo, si ta kuptojnë njerëzit që po na shohin? Zonja dhe vathat i ka si monedhë. A, Ledio? Zonja dhe vathat i pas ka si monedhë. Si monedha, po është e papar kjo, është... Çka banë është kjo, më Cako? Kjo ka thënë para 2-3 vjetësh që ne do futim Bankën Evropiane, që paran digitale në BQE. Ka qenë shefe FMN-s, kujtohet? Po, në atë kohë e ka thënë, do fusim paran digitale dhe kush do mbaj kesh dhe do bëj transaksione me paret që janë ekzistueset, sepse shumë njerëz mund t'i mbajnë, në kohën që këta do fusin këta shumë njerëz çfarë pare kanë, do me thënë mund t'i mbajnë kesh në krevate, mund t'i përdorin... Nuk do jenë në punë për asgjë. Po kjo thaj që ne do t'i konsiderojmë ata që do bëjnë transaksione për shembull me monedhat blefshme, për shembull me argjent ose me barter, për shembull unë t'jap 10 kg moll ti më jep 5 kg fasule, kupton? Do konsiderohet tha si akt terrorista dhe mirë ata tha që do ta bëjnë. Pra ka bërë, shiko si njëtë, si ardhut si njëtë. Ka një pamje kështu si reptiliane. Pesher kur reptilianët këta që mendojnë e imitojnë këta. Tashi, po pra, edhe po t'ja shikosh dhe beben e syrit nuk e ka trumbullakët, po e ka të gjatë kështu. Po t'ja shikosh me kujdes, po t'kesh në i foto nga para, beben e syrit e ka të gjatë. E ka kështu? Pa. Edhe tashi, qarë është paraja digitale, kur e kam thënë në këta në vitet 2012... A ku mendoj që e vuri Sarkozia këtë? Apo më duke se është pas Sarkozia... A, jo, Sarkozia caktoi atë që pasaj e rasi brënda. Atë dhe thuaje, të shkretin që e kapër që vëshkonde me këtu. Si e kishte emrin ai? Dominik Strauss-Kahn. Ai e kishte Kahn. Jo, Kahn. Dominik Strauss-Kahn. Po pra. Se është hebrea i origjinë. Po pra. Ka qenë ministri i Mitterrandit i majtë kështu. Sarkozia... Kush e di ku... Sarkozia... Pritë një sekundë, të them historinë. Po ju me ke gabim, më kur. Po, shpare, më kur Sarkozy si ja japin, i thonë, potojnë nesër... Jo, pra tani nuk është shumë. Po tjetë, u vendosë dhe ishte nga Franca. Nuk ka fuqit Sarkozia në këto nivele. Janë vetëm bankirët. Shefi FMN-s po themër burë. Kur vendosë shefi FMN-s. Po. Pas asaj u vendosë kjo, pas ti. Pas ta bi historinë tani. Tani, nuk ka në ci, mos e merr me personin. Problemi është kjo. Është drame madhe kjo, qa është kjo? Do them diçka. Qose Bruxelli ka ndelejen... Kam qenë nga të paret që e kam thënë që objektivi këtyre është vendosja e paras digitale. Dhe arsyeja pse vendosin këta paran digitale, nuk është vetëm këto që duken kontrolli, transaksionet e shpejta, kostot e ulta të transaksionit nga veprimet bank me bank, se do t'i shpjegoj një çik çfarë janë euro digitale, po arsyeja kryesore është
fundi i objektimit sklavërimit të njeriut, Bravo. që është Kontrolli total. mikroqipi, ky është qëllimi. Po, pra. Dhe ty do të thonë, po zvure mikroqipin këtu, nuk bëndot asnjë shërbim kur të vesh në automat. Në mikroqip do të vëmë, thonë, të dhenë atende, kartën e identitetit, patentën e këto, shko sa bukur, thonë, s'ke nevojë të mbash portofol para, e ke këtu gjithë portofolin. Do hapësh drita, ta kam thënë atë, do hapësh makinën nga lartë, tërë këta budalejnë të, sa mirë mikroqipi, vema mua, kurse mikroqipi në fakt është një bombë mesat. Dhe unë mendoj që në përmjet mikroqipit, do t'ju dërgohet një vale madhe, ke parë është një film, kur bjen të gjithë njerëzit, të njëjtën kohë për plasër makinat, në përmjet mikroqipi do t'i godasin. Por do të them një lajm të keq çani për ty që... Për mua? Do bjen vetëm të vaksinuarit. Jo, unë s'jam vaksinuar. Si e vaksinuar, në regull. Me bëra falso. Dakord. Da ujë, do më thëmë. Do me thënë të vaksinuarit... Një, bëra një, hangra. Të vaksinuarit do bjen kështu njeri pas tjetrit. Dhe... Ky është qëllimi final. Që ishë me thot një miku jonë, që të ka gjante ty shumë, Po. dhe thotë, E që ki shmendur, thotë, qakë? jo, fare. Thotë, ua, thotë, si meni në përgoj tërë dy njarë, more, po. Dhe se të pa ty që po flisje për sytë e kësaj, shiko si është. I themo, po ç'të bësh, po? U morë, be, mu Themo, morë. dare, po ç'të bësh, i themo, ç'të bësh? Kjo jetë është e mërzishme, që se nuk me këto gjëra. Këto vetëm e mbaj njeri unë. Dhe më thotë, Christine Lagarde, thotë, bën xhiro me burin, thotë, në Ale de Signe. Ale de Signe është një rrugë atje, Paris. Si çdo qytetar i thjeshtë, ju e bët kabal. Si, çdo qytetar i thjeshtë? Si çdo qytetar i thjeshtë, thotë, bën xhiro kjo me burin e shkëta, thotë, në Ale de Signe. Thotë dhe vendi ku bën xhiro. Nësa ju e bët kabal, thotë. Sepse ky mendon që në fakt kabala s'bën xhiro. Edhe kabala bën xhiro. Kabala jeton në... Kabala këtu jeton. Po pra. Po e thotë dhe ky për gallat, po se e di shumë mirë, po nuk do ta pranoj. Tako edhe? Qarë është paraja digitale? Të bëjmë ja dy përkufizimet shpejta. Një është Bitcoin. Po Bitcoin, do me thënë, organizohet nga blockchain. Unë jam do një specialist i mati këtyre. Qartë. Unë thjesht... Gjithë të kripto. Ka blockchainin e vetë, që është një libër llogarisht që është publik, çdo para e tillë. Kurse para tjetër është para elektronike, që e përdorin këta të PayPalit, për shembull, ose ca që kanë portofole të caktuara me të cilat ti mund të bësh blerje ose transaksione të tjera. Dhe paraja e tretë është CBDC-ja. Kjo është CBDC-ja. Euro digitale? Kjo është para... CBDC? Kjo quhet CBDC dhe është para shtetërore. Mos erim të zgjatemi, që kontrollohet dhe emetohet nga banka qendrore. Më kupton? Dhe kjo është ajër, numra në kompjuter. Më kupton? S'ka me fjatë para. Më kupton? Se fjatë paraja, në qofse, do më dhe kur të numërojnë lekët, nuk do numërojnë me fut në makinë fjatë paranë. S'ka më fjatë para, do digjen për zjarë ato, të gjitha. Çdo gjë është numra në kompjuter. Kjo do të thotë që ti, ata duan... Që ti e i kontrolluar, çdo transakcion që do bësh, do esh i detyruar ta bësh në përmjet mikroqipit dhe me... Edhe po mos është mikroqip, po derisa të vijë moment. Po mirë, në fillim do jetë me kash. Do shmanget evazioni fiskal? Po, do luftohet kjo ekonomia e zezë. Se këto të gjitha, po të thuhen kështu. Po, do humbet liria. Në pse? Pse humbet liria? Do humbet privatësia. Pse humbet liria? Po pse? Sepse... Unë jam për shembull... Me jep një shembull, po, ta kuptojmë. Për shembull, unë do përpiqem të luftoj me diktaturën botërore që mund të vendoset me kalimin e kohës. Edhe do fshihem, nuk do t'i nështrohem, nuk do jetojnë në qytetet Smart City që po ndërtojnë këta. Qartë. Qytetet burgje, nuk do pranoj, do jetojnë në një provincë të humbur. Dhe aty dua kesh paran që të punoj, që të ble mallra të jetoj. Kurse këta nuk të lenë, kupton? Ose unë dua privatësi, dua t'ik me fjalla vjen, me 5 shokë, t'ikim të am një drek në fjerë. Kupton? Ata kështu të monitorojnë, se kur të bëjnë pagesën, ata e shikojnë në qa kompjuter e kam berë, ku e kam berë. Pra jam në çdo moment i monitoruar. Më kupton? Edhe ka dhe shumë gjërat tjera, do më si shka gjërat mira, të vogla, po unë bet një gjë shumë të madhe që është liria. Kjo është teza... Tashi,
ti do Një sekund, marrësh se njëri të doli, ti do marrësh një elektricist të bëj një punë ose të rregulloj lavatriçe. dhe ja paguash me kështu. Kupton, do vesh do t'ja paguash me se do ashtu se ja merr shteti, merr Jo, po dhe ai vet, nuk do ketë kesh, po, kështu që ashtu do e doj. Am kupton, pra, po u fund do futet e të gjitha të sakosh. Jo, po kur ka kesh, do kesh ajo edhe s'paguan e merr lekun që merr, i mbetet atij. Kurse kështu ja merr shteti 20%. Kjo që thua ti është të punosh në zezë. Po pra. Tani, kjo ndoshta, euro digitale, përveç qëllimeve të kabalës, që tham, euro digitale, ndoshta, për shumë njerëz, të cilët nuk... Bitcoin është liri, vlla. Bitcoin Po është pse është liri. liri Bitcoin? Po sepse Bitcoini nuk e kontrollon shteti dhe ka shumë lloje Bitcoinash që nuk e tregojnë transakcionin. Kanë Ende, ti thua do ngelet i tillë? Se ishte bërë këtë Trump, Po, kishte bërë një strategji për këto kripto, se shtoshte një... Trumpi në fillim ishte kundër kriptove, po tani sigur ka filluar të dyshojë dhe prandaj unë mendoj ndonjëherë që këta mund të jenë edhe bashkë, i bëjnë të gjitha gjërat bashkë. E kam unë dhe këtë mendim. Në qoftë se edhe Shtetet e Bashkuara futin, se Kina e ka futur paranë digjitale. CBDC-n e ka futur Kina. Po, Kina e ka futur. Ka vite jo 100%, po në shumë shtete dhe në një pjesë të madhe të ekonomisë e ka paralel me keshin, se dhe këta nuk do të ashdukin me njerë keshin. Do bëjmë paranë digitale dhe nga dalë do të ashdukin keshin. Dhe në 3.000 euro ke drejt të kesh në bankë. Po pra. Mbi 3.000 euro... Çdo veprim, çdo gjë duhet ta bësh me... Dhe taksimi do jeti i papar. Taksimi do jeti i papar. Dhe taksimi bëhet me njerë, për shembull, kur bën ti një transakcion. Bravo, ban ta marrin direkt. Ti mua ta marrin direkt, 20% të vësha. Dhe njerëzit, shikon, në Europë ka filluar të përhapet kjo gjë, po sigurisht në Europë pula janë, se çdo bëjnë. Por okej, pula vetëm këtu, gjithandaj pula ka ca. U kuptua kjo. Do të them që do ketë një rezistencë. Do ketë rezistencë zoti? Nga njerëzit do ketë rezistencë. Ndërkohë një dashamirës i emisionit më thotë, të lutem Çani, më duket se cakun e kapan kontradikt. Se pak më parë, te pyetja e parë, te fabula e parë që trajtuat, thot Cako tha që paratë e dala jashtë përdorimit, gjitha paratë e dala jashtë përdorimit në përbodrumet, tani tha, çdo bëhen ato. Janë aktive ato, më janë në inventar, ato do kthehen në numra, në llogarinë në ata që i kanë. Më kupton, ato para edhe tendet, ke 2 milion lek në bankë ti. Do të kthehen në numra 2 milion, do zhduket kesh, e thotë e ken kompjuter tash 2 milion. Ti s'o fisje për kesh, po s'nuk o fisje për kesh jashtë banke që parë. Fisje për para. Jo, ato janë para. Në bank, në rregull. E ke kesh kuptuar zotri, nuk po fisin për thas me para. Kam kollaj kontradikta unë ato. Po. E ka kesh kuptuar, sepse zakonisht kur thuhet kesh, duke sigur, pra keshi është koncepti që e ke në shtëpi pra. Keshi është edhe ku ke kesh në bank. Dhe quhet kesh, nuk ka lidhje. Po njerëzit kujtojnë e marrin këtë kërkesh, i të bëjë që është jashtë bankës, më kupton? Po. Dëgjoj, Cako, Trump në vështirësi në kripto, me CBDC është vështirë edhe pastrimi parave, se parat për shembull që dalin nga krimi ose... Do e kaloj Van der Leyeni këtë thua ti, Cako? Po, bashkë janë ata. Lëmperatrice, Perondresha, Van der Leyen. Po, bashkë janë ata, mo një janë... Van der Leyen është një shëpëtore vogël e këtyre kabalës, që a thua, kush e pyet Van der Leyen? Van der Leyen e japi në dark me kompjuter edhe në mëngjes i kalon të gjitha. Ledjo!